Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një konferencë me gazetarët këtë të enjte, komentoi samitin e NATO-s në Ankara. Kryedemokrati u shpreh se protokolli turk sipas tij i nxori Ramës kartonin e kuq në darkën presidenciale. Ju e pat vetë në samit, aty ishte njeriu më i vetmuar, sharlatani më i damkosur, hokatari më i shpifur, që mendoj se me atletët e bardha s'po përdor shprehjet që i meriton në këtë rast, do mund të tërhiqte vëmendje dhe tërhoqi vetëm për çmim. Për çmim e pat vetë. Nuk ka një foto, nuk ka një fjalë, ka vetëm atletët e tij, për të cilat protokolli turk në darkën presidenciale i nxori kartonin e kuq. S'mund të vish. Edhe u detyrua të kthehet. Rama kishte bërë gati të gjitha kamerat televizioneve të tij dhe prisin me padurim kur ai do dilte në konferencë veçantë shtypi. Nuk pa gjë. Sa i përket investimit për koncertin e Kanye West, Berisha akuzoi Ramën se po jep miliona euro nga fondi i emergjencës për një koncert që të sfumojë urrëtitjen ndaj tij. Për $4 milion, 4 milion euro, të marra nga fondi i emergjencës të një vendi me potenciale të mëdha zjarri për një këngëtar, por bën në mënyrë absolute një nga aktet më të rënda, më të papërgjegjshme. Fondi rezervi i Këshillit të Ministrave përdoret vetëm në emergjenca kombëtare. Por Edi Rama ka shtruar fondin rezerv në llogarinë e tij personale. Në këtë moment të vështirë, të urrëtitjes së përgjithshme popullore ndaj tij, të shpërthimit, të zemrimit të përgjithshëm kombëtar ndaj tij, të shqiptarëve kudo që ndodhen. Ai përpiqet të sfumojë sentimentet armiqësore me koncertin e një këngëtari shumë të njohur, por që ka edhe ai problematikat e tij në deklarime dhe në vlerësime. Mëtej Berisha ka dënuar ashpër ndalimin e zyrtarëve të koalicionit Vlen të Maqedonisë së Veriut. Ai hodhi akuza ndaj kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Brendshëm Besfort Lamallari, duke thënë se i ndaluan si të ishin terroristë dhe armiq të kombit shqiptar.